Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur procesin e dërgimit të pakove zgjedhore që përmbajnë fletvotimet për qytetarët e Kosovës të regjistruar jashtë vendit, të cilët kanë zgjedhur të ushtrojnë të drejtën e votës përmes postës në zgjedhjet parakohshme për Kuvendin e Kosovës. Sipas të dhënave të KQZ-s, pakot me fletvotime do të dërgohen rreth 58.000 votuesve që janë regjistruar për votim në postë, ndërkohë pak më shumë se 19.000 votues të tjerë, të cilët janë regjistruar për votim fizik jashtë Kosovës, do të votojnë në 27 dhjetor në përfaqësi diplomatike ku janë të regjistruar. Zëdhënësi i KQZ-s, Vajmir Elezi, ka bërë të ditur se fletvotimet janë prodhuar në Sloveni dhe kanë bërritur në Kosovë më 12 dhjetor. Pas pranimit të tyre, shërbimi votues i KQZ-s ka përfunduar përgatitjen e pakove individuale, të cilat tashmë janë të gatshme për të dërguar në adresat e votuesve jashtë vendit. Sipas njoftimit të KQZ-s, afati për votim përmes postës është deri më 27 dhjetor, ndërsa votuesit këshillohen që dërgesën me fletvotim ta postojnë sa më herët në mënyrë që ajo të mbërrijë brenda afateve ligjore.